Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Televizioni jonë është gjithnjë i pranishëm aty ku është komuniteti shqiptar, në çdo aktivitet kulturor, patriotik, por dhe fetar. Sot jemi në Teqen e Baba Rexhepit. Jemi këtu pasi besimtarët e kësaj teqeje janë mbledhur në këtë ditë të bekuar, në ditën e festimit të ditës së Kurban Bayramit. Festa e Kurban Bayramit simbolizon sakrificën e profetit të gjithë feve Ibrahim, i cili u vu në provë nga Zoti për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin për të mirën e njerëzimit. Dhe kur ai u tregua i gatshëm të bëjë sakrificën sublime, vetë Perëndia Allahu ja shndroi atë kurban në një kurban prej qengji. Pra, është një traditë kaq e vjetër që kremton pikërisht Bajramin e vogël apo Kurban Bajramin si quhet. Jemi mbledhur këtu me mjaft besimtar të kësaj teqeje, të cilët në drekën e shtuar me këtë rast e shtruar nga Zoti e Krembardha, kanë ardhur për të festuar së bashku. Emblema të nderuar dotrinë, i nderuari dhe udhëheqësi në shiti ynë babait tonë. Të nderuar me hypë, besimtarë dhe dashamirës. Na erdhë këtu në Teqen e Baba Rexhepit. Sot jemi mbledhur të festojmë Kurban Bayramin. Kjo festa është e rëndësishëm për ata njerëz që besojnë Zotin. Kjo ditë festohet kur Zoti i dha një provë profetit Ibrahim. Sa e donte Perëndinë, duke dhënë një urdhër të sakrifisonte djalin e vet. Kur shkoi të zbatonte urdhrin e Zotit, në atë moment i doli një darkë dhe një zë, i thotë: "Bëje sakrificë kurbanë, se besimi yt është i devotshëm edhe pa mas." Prandaj feja muslimane në këtë ditë pret kurbanë dhe ushqen të varfërit. Ne bektaçin të këtë ditë si traditë kemi gjithmonë të jetë e përditshme, çdo sakrificë e vogël apo e madhe. Ashtu i afrohemi Zotit. Kur mos harrojmë që Baba Rexhepi e ndërtoi Teqenë duke pasur shumë pengesa të asaj kohe dhe veri shumë sakrifica për ne bektaçintë. Që nga Baba Rexhepi, Baba Bajrami, Baba Arshiu dhe Rishlytvoja, edhe sot Baba Eliton Pashaj kanë bërë shumë sakrifica që të vazhdojnë këtë institut. Neve kemi për detyrë që të mbrojmë Teqenë dhe kur të mos jepim pengesë. Kjo është një sakrificë e vogël për gjeneratat e ardhshme. Edhe një herë, gëzuar dita e Kurban Bayramit, faleminderit për pjesëmarrjen. Tani një dorë trokitje për sponsorin e kësaj darke e Krembardhën. Emër të komisionit, në emrin tuaj, në emër të Teqes Baba Rexhepit, ne vetëm t'i japim një fletë falënderimi për punën që ka bërë, për kontributin edhe ndër vite, dhe për kontributin që vazhdon t'i japë për të infekcion. Lutemi Zotin Madh t'i japë shëndet dhe jetë gjatë. Falenderoj për të vlerësim. Duke jam unë vetëm, jeni ju këtu, dhe krye babaj
dhe ata që u përmendën përpara njeriu i dedikuar në fektashizm, Baba Recep i Madh, Baba Shiu e shumë të tjerë që u përmendën. Unë dëshiroj të jemi të bashkuar, të tolerojmë njëri tjetrin dhe me dy fjalë shumë faleminderit baba. Dhe për gëzime të vizitojeni të qene Baba Recepit. Mua më vjen mirë të shoh këtu dhe mos harroni kur të më uroni, mos thoni kur bëhet 100 vjet, se unë ja provoj 100 vjet. Dhe ju lutem mos të zëmbrojmë dhe prekëm të vërtetë. Nuk jetë, dhe unë kam parë ëndër atë të madhe. Dhe i tha qëre, unë aprovaj qitë. E ti qërë përgjigje më dha? Por unë tha, ty tha të hoqja në lisa tha. Po e prezentoj babaj tonë, thotë fjalët edhe rëndësisë e kësaj darke edhe kësaj dite. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, i lavdëruar qoftë ai madhi Zot, që ndriçoi zemrat e kuptimtarëve me dritën e shpalljes dhe udhëzimit, ai që solisi krahorët e ndjekësve të bindur me stolinë e dijes, butësisë dhe ndërgjegjjes, ai që udhëhoqi gjithë njerëzimin në udhëheqjen e profetit Titës së mos, profetit fundit, profetit tonë dashur Muhamedit, paqja shpëtimi i Zotit qoftë mbi të ne të gjithë. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar të pranishëm, miq të ftuar, i nderuar kryetari i komisionit të qes, antar, sponsorit darkë të Zoti e Krembardha, profesorës të institucioneve fetare, mirë se keni ardhur në këtë darkë të organizuar nga TQ Baba Recepit, kjo TQ për e cila për 75 vjet i ka shërbyer dhe u shërben komunitetit me të vetëm një qëllim për t'i bashkuar si vëllezër dhe që neve të kemi përfaqësinë tonë fetare, kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në zemër të traditës sufiste dhe sidomos misticizmës bektashiane, Kurbani është jo thjesht një festë spirituali, por një thirrje e thellë shpirtërore për të kthyer në thelbin e vetes dhe të bashkuar me Zotin në dashurinë dhe përurësi. Sufizmi, vëllezër dhe motra, e në veçantë sufizmi bektashian, na mëson se çdo sakrificë e jashtme është vetëm shpreha e një sakrifice më të madhe që bëhet brenda nesh, ajo e egos tonë. Egoja që neve duhet ta vdesim për të lindur në dritën hyjnore, në dritën e vërtetë. Shembulli i murshidit tonë dhe i shqiptorit, filozofit bektashin Baba Recepit, është shembulli më i mirë i një udhëfyesi i fuqishëm i cili në jetën që jetoi dhe mësimet e tija që na la ishte shembull tregues i rrugës së sakrificës, dashurisë dhe përmirësisë. Në frymën mistike bektashiane, Kurban Bajrami është jo vetëm sakrificë materiale, por udhëtimi i brendshëm deri dritës së Zotit, një rrugëtim që na mëson se vetëm duke u bërë kurban ndaj egos mund të gjejmë paqen e vërtetë. Kjo festë, të nderuar vëllezër dhe motra, është e vjetër në traditën bektashiane, ashtu siç është e lidhur në historinë e fesë tonë islame. Në të vërtetë, kjo nuk është vetëm një festë
por një thirrje shpirtërore që na thon të hyjmë në thellësinë e dashurisë hyjnore dhe vetdijes për njësinë me gjithësisë. Filozofia sufiste bektashiane na mëson se profeti Ibrahim, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, është simbol i atij njeriu që i ka shliruar duart nga çdo lidhje toksore dhe i ka dorëzuar ato plotësisht në duart e Zotit. Sakrifica e tij nuk është vetëm akti kurbanor, por vepra më e madhe e shpirtit që jep dorë nga vetja, nga egzocentrizmi dhe nga çdo pengesë që ndan njeriu nga dashuria hyjnore. Për ne bektashint, çdo gest është një mundësi për të gjendur më pranë Zotit, për të pastruar zemrën nga e keqja dhe për të ushqyer shpirtin me mëshirë, dashuri. I madhi Gazali thotë, kurbani i vërtet është ai që sakrifikohet në heshtje brenda vetes, duke u bërë dritë për të tjerët, pasi njeriu vërtet është ai që vdes para se të vdes. E pra sot, kur secili prej nesh në këtë ritual që po bëjmë këtu të gjithë së bashku, në kujtim të sakrificës, nuk duhet harroj se kurbani më i madh është ai që bëhet në zemrën e tij, heqja dorë nga egzocentrizmi, e urrejtja dhe hapja për të përfaqësuar gjithçka me dashuri, mëshirë. Kurbani në këtë kuptim bëhet vetë jeta jote, jeta e çdo kujt prej nesh. Prandaj çdo gest i mirë, çdo fjalë e butë, dhe çdo ndihmë ndaj të tjerëve, duke qenë frymëzim për komunitetin, shoqërinë amerikane, ku ne sot jetojmë, bashkëveprojmë në përditshmërinë tonë. Vëllezër dhe motra, le të jetë ky Kurban Bayram të shënoj një fillim i ri shpirtëror për secilin prej nesh, për të jetë një bektashian i vërtet, duke jetuar në zemra të hapur me frymë falje, le të ecim përpara në rrugën e bektashizmit, rrugën e dashurisë, sakrificës. I lutem të Madhi Zot na udhëzoj dhe na ndihmoj në forcojnë lidhjet me ty, me Zotin, me njëri tjetrin dhe me gjithçka që na rrethon. Në këtë mënyrë, ne bëhemi pjesëtar të vërtet të rrugës së bektashizmit, rrugës së dashurisë, sakrificës dhe bashkimit me hyjnë. Të nderuar vëllezër dhe motra, në pranimin tuaj dua të falenderoj dhe një herë sponsorin e kësaj darke, zotin Ekrem Bardha, familjen e tij për këtë mundësi, dhe me këtë rast do të bëja të gjithë thirrje juve që të bëhemi pjesëtar për sponsorizimeve të darkave që neve i organizojmë këtu në TQ. Këto darka nuk janë vetëm thjesht mbledhje, por janë përkujtim, bashkim dhe njëkohësisht duke u mbledhur neve dhe madhërojmë të Madhin Zot ashtu siç ai ka urdhëruar. Vëllezër dhe motra, e lutem Madhin Zot ta bekoj këtë mbrëmje të gjithë ne që jemi këtu, të gjithë ata i kemi larg. O Zoti i Madh, mëshiroj gjithë pranishëm jetë gjatë për bashkësi e lumturi. O Zot, bekoj këtë mbrëmje pasi ti je tekusi çdo gjëje. Në të mbrëmje do ishte dhe shpajtet e ndiu, por për arsye se një besimtar i tyre ka ndërruar jetë dhe është dashur që të shkojë aty. Që lutem Madhin Zot ta mëshiroj dhe t'i jap durinë gjithë të afërme. Ne kemi të pranishëm kryetarin e Këshillit Xhamisë, zotin Bilal Demir, ju lutem urdhëroni dy fjalë. Një brëma vlerë në motrë në bektashime, në emër të qendrës islame, në emër e Këshillit, në emër të tjerë personat, ju uroj gjithë juve që keni ardhur, do t'i japë shpërblet në çmime dhe familjet tuaja, gjithë sponsorëve, banëve, donatorëve, të shohim gjithmonë festa të tilla të gjithë bashkë, e që xhamie, vëllezër, motra të një besimi, vazhdojmë rrugën e Babarit Xhepit, rrugën e Imam Gabi Ismailit,
gjithmonë bashkuar me njëri tjetrin. Gëzime dhe harmoni në familjet e juaja. Zoti ju ndihmoj gjithë. Kush ka dëshirë, nesër është dita e xhamisë. Kemi edhe në darkën tonë atje, jeni vëllezër tonë, jeni mirë prit. Kush dera është e hapur. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Vëllezër dhe motra, le të bëjmë një lutje, një fatja për të gjithë ata që shërbyen këtu në këtë teqe, që nga Baba Rexhepi, e gjithë bashkëdhetarët tanë, e gjithë prindrit tuaj, që hoqën nga goja e tyre, që ky institucion të jetë sot dhe ne të mblidhemi me njëri tjetrin me fëmijët tanë. Le të lutemi Madhit Zot të mëshirojë ata dhe të na bekojë neve me mirësi në familjet tona, dhe të bashkohemi dhe të kemi njëri tjetrin në këtë tokë të bekuar. Ky Madhi Zot na bashkojë të gjithëve si bashkëdhetar të një feje. Zoti ju bekoj gjithë juve, familjet tuaja, të gjithë shqiptarët kudo që janë në mërgat dhe në dëmton. Zoti ju bekoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë vend që me kaq buljari na ka hapur dyrë dhe na ka dhënë mundësinë që neve të praktikojmë fenë, traditën dhe kulturën tonë të lirë. Bekur qoftë kjo ditë për të gjithë neve, për të gjithë familjet tona. Lutem Madhi Zot të mëshirojë të gjithë të afërmit tanë të shkuan, i bekojë pasardhësit tanë me mirësi dhe gati, për shpirtin e gjithë të larguarve, një fatja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Zoti ju bekoj të gjithëve, qofshim e gati mirësi familjet tuaja. Zoti ju japshëndet dhe të japim pak mundësi nguzhinës që shtroj darkën, pastaj jemi të lirë. Faleminderit. Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, natyrisht në këtë festë të bekuar, ne do t'i marrim edhe një urim kryetarit të Këshillit të Teqes, Zotit Mynir Nazifi. Zoti Mynir, çfarë i uroni besimtarëve në këtë ditë bekuar? Kjo është një ditë e bekuar, siç e kemi thënë edhe më parë, Zoti e ka provuar profit Ibrahimin. I ka thënë sa më do, a i thoshte gjojë të dua pa kushte. A i thoshte të dua pa kushte. Edhe a i tha, në rast se ti më do pa kushte, unë dua dhe të t'jap një provë. I tha ta marrësh djalin tënd e ta sakrifosh për Zotin. Edhe a i ja shpjegovi djalit edhe i tha, kështu është puna. E djali tha, që ti e thua, e që mbaruar. Shkojnë në vendin ku e kishte caktuar, atje i del një dash, edhe një zek. Edhe profeti Ibrahim i thotë, ti thotë, e plotësove dëshirën tënde, sa më së tepërt mi, se ti po e sakrifon djalin për Zotin. O thotë, s'ka nevojë ta bësh atë, bëhe kurban dashit, edhe ka atë një neve e kemi feshtuar këtë ditë, jo Bektashin të po të gjithë muslimanit kurdo që janë. Muslimanët e kanë ditën e Bajramit një ditë. Neve Bektashin e kemi çdo ditë. Këto mësime na i kanë dhënë neve që në fillim neve të sakrificojmë gjëra të vogla e të mëdha, po në fund çdo gjë na pranohet me Zotin, edhe Zoti na shpërblen. Prandaj unë lutem të gjithë bektashanëve që janë këtu, që ka ecë Baba Rexhepi ka bërë sakrifica të mëdha. Jo vetëm Baba Rexhepi, po edhe Baba Bajrami, Baba Arshiu, Dervish Lutfua, po ashtu edhe Baba Elitoni tani me vjetë të sakrificojnë. E sakrificojnë jetën e tyre. Ata janë të martuar me fenë, ata janë të martuar me teqenë.
Andaj neve duhet të gjithve të themi, derojeni, suportojeni baban edhe të qenën. Se një sakrificë e vogël sot do t'jetë shumë e rëndësishme për generatat të ardhshme. Andaj, kjo ditë është dita që provohet, andaj thonë Kurban Bayram. Edhe unë edhe njeru auroj të gjithve këto që janë ditën e Kurban Bayramit, do t'i të këndërmet, t'u jap gjo të mira, t'u ruaj ka gjo e ligra. Edhe familje së villa, i faleminderoj tepër që na ka ardhur televizori tyre që kemi në despection do edhe si ty kamermen e të gjithë njerëzve ka u faleminderojmë tepër se juve keni bërë sakrificë, ajo është. Edhe sakrifica me vogël, ajo është shumë e madhe. Andaj edhe njerë, gëzuar do të mirë, hyrazer, gëzuar kjo ditë, kjo të mira. Të dashur teleshikues, komuniteti shqiptar ka nevojë për politikan shqiptar. E ku ka më mirë se politikan të rinj, njerëz të tillë si zoti Robert, i cili vjen në çdo ambient ku janë shqiptarët, në gëzimet, festat e tyre për të qenë tokë me ta, për të bërë përfaqësuesit tyre. Robert, ju jeni i besimit katolik, keni qenë në kishë të a kanë shqiptarët ndryshim në gëzime? Well, first, Raphael, faleminderit. Exhort festen përhajt Bayramin. It's a pleasure to be here. It's a beautiful community. I want to thank Baba for inviting me. And it's a beautiful facility. It's my first time here. And Baba asked me to address the crowd. And I pretty much told the community that, hey, regardless of our faith, we all share the same morals and values. And at the end of the day, we all have Albanian blood flowing through our veins. So nobody's going to take care of us like each other, Raphael. Yeah, that's very important. That's why the Don Friend Kada is here. All the Albanians of different religions are together in every event like this. In the takim sikur. Çfarë do t'i uronit besimtarëve me këtë rast? Yeah, so like you said, Father Fred's in attendance. We came and Albanians have respect like nobody. So no matter where you come from, Kosovo, Malsor, Shqipni, we always open the door. They've been very hospitable. And we didn't come here for politics. We came here because we want to have respect and burni for Shqiptad and always put Albanian and Albanian values and Albanian voices first. And that's why we're here, Raphael, and that's why you're here too. Të dashur teleshikuesë të televizionit shqiptarëve të Amerikës, kemi këtu Don Fredin, ka ardhur në këtë festë të bashkëtetarëve tanë musliman Bektashin për të uruar festën e Bayramit. Don Fredi ka një pyetje të veçantë. A ndryshojnë shqiptarët e besimeve të ndryshme kur festojnë? Ashtë një knatësi për mu që kam pjesë të kja festë. E kam një këta vlasdit e musliman e kanë festu e Kurban Bayramin atje në përmjet Boeingut, në Balsi, Kosovë, në Shqipni, në Shkoder, janë aptar Shqipnin, edhe unë të teqja, a një neri mau. Ju e dini se na kena lidhje shumë të forta, e sidomos për prej Baba Recepit, por e teqja ka kanë gjithmonë ka ideal, i kisë tonë, Baba Recepja kanë inspiru si, i dëmë preks, aj që ka një mu komunitetin tonë me nërtu kishën, ka marrë parët madhe edhe i ka një mu vlasnit tonë, edhe kena ma, edhe gjakut, po kena edhe, si thonë malsort, me kanë jaldasha, shok po jaldash, edhe ashpet vërtet, me pa këtë atmosferë të bukur, mi pa tonë vlasnit tonë, gjithmonë e zonë gëzoshin e në fest, tanë bashkime, ashtë i fest, që na përket edhe ne kristianve. Sepse baba i gjithë feve. Bravo, është baba i gjithë feve. Ka kalu proven, të ba kurban djalin e vetë, po i kalon Zoti dashin, për me u ba më radhja të sa historie bukur, që shkon e gjenerat mas gjenerat, e bërës mas bërët, që na diftojnë se kena të njëjtën rajë, ka na fetare, pa ja marën si shka kena gjambër. Mu gjithmonë me të aja, është shikjoni në të kuptimin
nuk du me thënë kuptimin që nuk është po shpetar, por feja shqiptarit a shqiptaria, atë janë kena dhe anë tjera. Don Fredi, ju faleminderit. Ju faleminderit që gjënshojmë kërërët fetar gjithmonë bashkë të gëzimet të gjithë shqiptarë. Nëse Baba Elidonia i mrekullueshëm, me të thënë drejtën. Nuk mund është pas peda, është i njëri atë shpirë, është respektueshëm, është tanë, është aknaqësime kanë me të, me pas pike shumë. Të dashur teleshikues, kemi këtu babajnë e të qes, Elidon Pashaj. Baba, urime për këtë fest, urime për këtë atmosferë të bukur, të duket edhe në kërcimet e besimtarve në gëzimin e kësaj feste të Kurban Bajramit. Faleminderit AlTV-s që jeni sot këtu, si gjithmonë në shërbim të gjithë bektakiane dhe të komunitetit shqiptar që transmetoni çdo event. Për sa i përket festës së Kurban Bajramit, kjo është vërtet një gëzim, sepse gëzohet të zemra e besimtarëve, pasi siç e dim, vjen me njëherë mbas vizitës që bëhet në Qabe dhe përfundimit të haxhit, pra njerëzit fillojnë të shikojnë realitetin e botës me një shpirt të pastruar pas shumë lutjeve që kanë bërë në vendin e shenjtë, por njëkohësisht është edhe dëshmia asaj që vetë profeti Ibrahim bëri me Zotin një premtim që ishte ndërmjet tij dhe Zotit, por që të gjithë neve duhet kemi një premtim e veten tonë, ta mbajmë atë premtimin. Pra Ibrahimi pa e ditur askush mund ta ndronte atë premtimin. Por kur i erdhi urdhri i Zotit, atë që kishte premtuar nuk lëvizi nga premtimi i tij. Prandaj gjithë neve nuk duhet të lëvizim nga premtimi, nga qëllimi që kemi në këtë jetë, që kemi nisur të bëjmë dhe që do të bëjmë. Besoj dhe kjo pamje e sallës, gëzimi besimtarve e shpreh më së miri qëllimin dhe e arsyen se ata janë këtu. Edhe faktin që ata e mbështesin të qenë tuaj në çdo hap, dhe jo vetëm në gëzimin e përbashkët, por edhe në probleme, zgjidhjen e problemeve të komunitetit. Është e vërtet. Për kaq që të gjithë besimtarët asnjëherë nuk kanë munguar në çdo event dhe unë nëpërmjet kanalit tuaj dua t'i falenderoj të gjithë ata që janë këtu dhe të gjithë ata në pamundësi për të qenë prezent, në veçanti besimtarët që kanë ardhur nga Ohio, të cilët kanë ardhur nga një pjesë nga Wisconsin, nga Chicago dhe përfaqësues të Kanadas që janë këtu sot. Unë dua t'i falenderoj të gjithë nëpërmjet kanalit tuaj. Ju faleminderit dhe juve dhe gëzuar për shumë vjet, gëzuar gjithë besimtarëve, faleminderit AlTV-s për kontributin, për punën që bëni, faleminderit juve Rafael, sepse dhe juve keni një kohë të gjatë që transmetoni të gjitha eventet e Qes Bektashiane. Sot është ditë e bekuar, është dita e Bajramit. Çfarë do t'i uroni gjithë besimtarëve musliman? Shëndet dhe mbarësi në çdo familje shqiptare. Dhe nuk ka rëndësi është musliman, boll të jetë shqiptar dhe urimi është brenda. Faleminderit për intervistën tuaj. E pra të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kjo festë Bajrami, kjo festë e bekuar, sikurse e shihni vetë, u mbyll me këngë me valle, me gëzimin e të gjithë të pranishmëve në këtë festë të bekuar, të cilët kremtojnë, festojnë së bashku me njëri tjetrin dhe ne po ndajemi këtu me urimin gëzuar Bajramin dhe do takohemi edhe në evente të tjera. Miru takosh!